Edhe durimi ka kufi. Një javë pas veprimit që tronditi publikun, Jozi thyen heshtjen. Jam provokuar, por një javë pas ngjarjes së bujshme në Big Brother VIP, ku gjesti u qellua nga Jozi, ky i fundit ka thyer heshtjen. Në një reagim të gjatë të publikuar në rrjetet sociale, Jozi thot se është provokuar, por në asnjë moment nuk ka luajtur rolin e viktimës. Teksa kërkon ndjes për veprimin e kryer, ai thot se ishte i sinqert dhe i drejt për drejt në atë lojë. Përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë. Dua të falenderoj nga zemra të gjithë popullin shqiptar që më keni mbështetur dhe përkrahur në këtë rrugtim as pak të lehtë që kalova. Faleminderit për dashurinë që më dhat gjatë qëndrimit tim në shtëpi dhe edhe më shumë jashtë saj. Mirënjohje për secilin prej jush, si dhe për ekipin e televizionit që më dha mundësinë të isha pjesë e këtij formati kaq të dashur për të gjithë ne, një eksperiencë që do mbetet e paharrueshme në jetën time. U futa në Big Brother dhe zgjodha të luaj fort. Të pakt ishin ata që kuptuan lojën dhe vërtetësinë time. Zgjodha të isha i sinqert, i drejt për drejt, pa filtra, dhe ndoshta pikërisht kjo më kushtoi në këtë rrugtim. Ndjes për këdo që mund ta ketë përjetuar keq atë që ndodhi, por ju siguroj se presioni, veprat dhe ngacmimet kanë qenë të shumta gjatë gjithë rrugëtimit tim kundrejt meje në atë shtëpi. Jam provokuar, por në asnjë moment nuk kam zgjedhur të luaj rolin e viktimës. Edhe kur fjalët dhe veprimet e rënda më kanë lënduar thellë, kam heshtur, kam duruar, por edhe durimi ka një kufi. Për të gjithë ata që përpiqen të hedhin baltë mbi imazhin tim, kam vetëm një fjalë. Balta që vjen nga llumi nuk të bën pis, thuhet në reagimin e Jozit.